Si të zhduke më rrudhat, kjo mask do ju befasoj me rezultatin. Gjëja më e rëndësishme që duhet të bëni për një fytyrë të bukur është ta pastroni të paktën 2 herë në ditë. Veç kësaj duhet që t'i kushtoni vëmendje edhe kremrave të ndryshëm të cilët i përdorni. Këtu ne do t'ju prezantojmë një trajtim të shkëlqyer për lëkurën e fytyrës dhe të gjithë përbërësit janë natyral. Soda e bukës. Soda e bukës është ndër përbërësit më të zakonshëm në kuzhinë dhe përdoret për përgatitjen e shumë ilaçeve natyrale, si edhe për zbardhjen e dhëmbëve, heqjen e erës së keqe dhe balancimin e nivelit të pH-it të lëkurës. Vaji i kokosit është një agent i mahniqëm antibakterial dhe ka veti shëruese që ushqejnë lëkurën dhe e trajtojnë atë. Kombinimi i tyre e bën fytyrën të butë dhe më të shëndetshme dhe më të pastër. Përzieni një lugë gjelle vaj kokosi dhe sodë buke dhe kështu përzieni derisa të përgatitet një masë homogjene dhe më pas aplikojeni në fytyrën tuaj për të patur rezultate të shkëlqyera.